Dashi. Dita nis me një energji pozitive që përshkon të gjithë qenien tuaj. Në punë është momenti ideal për të kthyer idetë në projekte konkrete. Mos kini frikë të ndani mendimet tuaja, të tjerët do të impresionohen nga vizioni juaj i qartë. Financat kërkojnë pak kujdes, ndoshta duhet të kontrolloni shpenzimet e vogla që grumbullohen pa u vënë re. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të sjellë qartësi dhe afrimitet. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund t'ju bëjë të ndiheni të emocionuar. Mbani mend t'i vini rëndësi shëndetit mendor, një shëtitje në natyrë do ju rigjenerojë shpirtin. Besoni fuqinë e intuitës suaj dhe lërini ëndrat t'ju udhëheqin drejt një të ardhmeje më të ndritshme. Demi. Sot ndjenjat do të jenë të thella dhe të ndërlikuara, duke të ftuar të thellohesh në mendime për të dashurit e zemrës. Merr pak kohë për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja dhe për t'i vlerësuar ato që të ofrojnë qetësi dhe ngrohtësi. Në punë do të ndjesh nevojën për të angazhuar në projekte që të frymëzojnë dhe të sjellin kënaqësi personale. Mos nguro të kërkosh këshilla nga kolegët, pasi bashkëpunimi do të sjellë ide të reja dhe kreative. Financat mund të jenë në vend të qëndrueshëm, por është momenti i duhur për të bërë plane afatgjata dhe për të kursyer për të ardhmen. Kjo ditë sjell një energji të butë dhe paqësore, duke të ftuar të meditohesh dhe të rigjesh ekuilibrin brenda vetes. Binjakët. Dita e sotme premton të sjellë një energji të freskët dhe të rigjallëruar. Intuita juaj është në kulm dhe ju këshillon të besoni në instinktet tuaja kur merrni vendime. Në çështje të zemrës, një bisedë e sinqertë do sjellë afrimitet dhe mirëkuptim më të thellë. Në punë, kreativiteti juaj do të shkëlqejë dhe mund të gjeni zgjidhje të reja për sfidat ekzistuese. Financat duken të qëndrueshme, por është e mençur të shmangni shpenzimet e panevojshme sot. Kushtojini vëmendje mirëqenies suaj emocionale, duke i dhënë vetes kohë për reflektim dhe qetësi. Një shëtitje në natyrë ose një moment meditim mund të sjellë shumë qetësi dhe qartësi. Sot lejoni që drita e brendshme të udhëheqë rrugën tuaj. Gaforja. Sot ndjenja e kujdesit do të jetë në qendër të vëmendjes. Merr kohë për të lidhur me ata që do, sepse mund të zbulosh çaste të veçanta që do të ngrohin zemrën. Në punë do të përfitosh nga një mundësi interesante. Mos u freno nga pasigurit, është koha për të shfaqur aftësitë tua. Financat duken të qëndrueshme, por është e mençur të mos i marrësh shpenzimet lehtësisht. Ndjenja e sigurisë vjen nga qëndrimi i kujdesshëm. Universi të inkurajon të dëgjosh intuitën, pasi ajo do të të ndihmojë në zgjedhje të rëndësishme. Kujdesu për veten duke kaluar kohë në natyrë ose me aktivitete që të sjellin qetësi. Sot është dita për të ndjerë si paqja dhe energjia pozitive përshkojnë çdo hap tëndin. Luani. Dielli ndriçon fuqishëm rrugën tënde sot, duke të dhënë energji dhe vendosmëri. Në dashuri, ndoshta është momenti ideal për të treguar ndjenjat e vërteta dhe për të forcuar lidhjen. Një bisedë e sinqertë me partnerin do të sjellë qartësi dhe afërsi. Në aspektin profesional, një mundësi e re mund të shfaqet papritur. Merr kohë për të vlerësuar opsionet dhe mos e humb shansin për të zhvilluar më tej. Në financat është e rëndësishme të bësh kujdes me shpenzimet e panevojshme. Një qasje më e matur do të jetë e mençur. Ndjenja e brendshme e qetësisë do të të ndihmojë të përballosh çdo sfidë që vjen. Beso në instinktet e tua dhe lëri emocionet pozitive të udhëheqin. Virgjëresha. Dita e sotme sjell energji pozitive dhe mundësi për të reflektuar mbi ato që vërtet kanë rëndësi. Në punë, qasja juaj e detajuar do të vlerësohet nga kolegët. Mund të jetë dita e duhur për të filluar një projekt të ri që keni menduar prej kohësh. Në dashuri, përqafoni momentet e thjeshta dhe të natyrshme me partnerin. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të ndesë shkëndijën në një njohje interesante. Kujdesuni për shëndetin duke gjetur kohë për relaksim dhe ushtrime të lehta. Financat janë stabil, por mos bëni shpenzime të parsyeshme. Reflektoni mbi mënyrën se si mund të kurseni më shumë për të ardhmen. Dita do të përmbyllet me gëzim dhe ndjesinë në një përmbushje të brendshme. Peshorja. Dita e sotme sjell një energji të re që mbush zemrën me harmoni dhe qetësi. Në marrëdhëniet personale është momenti i duhur për të ndarë ndjenjat dhe për të forcuar lidhjet me partnerin. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë më shumë kuptueshmëri dhe afërsi. Në punë, intuita juaj do t'ju udhëheqë drejt zgjidhjeve kreative. Mos kini frikë të propozoni ide të reja, pasi ato mund të sjellin ndryshime pozitive dhe të vlerësohen nga të tjerët. Financiarisht, kini kujdes me shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Është më mirë të planifikoni buxhetin me kujdes. Ndjenjat do të jenë të ndjera dhe mund të ndjeni një nevojë për reflektim të thellë brenda vetes. Merrni kohë për veten dhe qetësohuni. Akrepi.
Ky është një moment i shkëlqyer për introspeksion dhe mendim të thellë. Dita e sotme sjell mundësi për të forcuar lidhjet emocionale me të dashurit. Përfito nga momentet e qeta për të reflektuar mbi marrëdhëniet dhe për të krijuar dialoge të sinqerta. Në punë, qëndrimi i vendosur dhe kreativiteti do të çojnë në drejtimin e duhur. Mos nguro të prezantosh idetë e reja, pasi mund të sjellin suksese dhe njohje. Financat duken të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Një kujdes i veçantë për shëndetin do të ishte i dobishëm. Merr kohë për të qellur dhe për të ushqyer energjitë pozitive. Dëgjoj zërin e brendshëm dhe ndiq intuitën, e cila do të çojë drejt zgjedhjeve të duhura. Shigjetari, ditën e sotme do ndihesh i frymëzuar nga energjia që të rrethon. Në punë, përpiqu të mbash një qëndrim të balancuar dhe të shprehësh idetë tua me qetësi, sepse do të vlerësohesh për kreativitetin. Nëse ke menduar për të bërë një investim, sigurohu të analizosh detajet me kujdes para se të angazhohesh frutësisht. Në sferën e dashurisë, ambëlsia dhe mirësia jote do të ndihmojnë të krijosh momente magjike me partnerin. Për ata që janë beqar, është koha e duhur për të shijuar shoqërinë e re që mund të shfaqet në horizont. Mos harro të marrësh pak kohë për vetkujdesje. Meditimi ose një shëtitje e qetë do të ndihmojnë të rilidhesh me thellësinë e shpirtit tënd. Brit japi. Ditën e sotme, energjia e universit të fton të ndalosh për një moment dhe të reflektosh mbi atë që ke arritur deri tani. Në aspektin e dashurisë, është koha ideale për të ndarë ndjenjat me partnerin dhe për të forcuar lidhjen tuaj përmes bisedave të thella dhe të sinqerta. Nëse je i vetmuar, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë të re emocionuese. Në punë, përqendrohu në detajet e vogla dhe mos në vlerëso rëndësinë e bashkëpunimit me kolegët. Sa i përket financave, mbani një sy të kujdesshëm mbi shpenzimet e panevojshme dhe fokusohuni tek investimet afatgjata. Dita mund të sjellë momente qetësie dhe reflektimi, prandaj përpiqu të gjesh ndonjë çast vetëm për veten, për të rigjeneruar energjitë. Ujori, nesër do të ndihesh si një erë e lehtë pranverore që përshkon qetësisht një fushë me lule. Në dashuri, mund të përballesh me një moment reflektimi që do të sjellë më shumë harmoni dhe mirëkuptim në marrëdhëniet e tua. Kujto se komunikimi është çelësi për të zgjidhur çdo keqkuptim. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet duke kërkuar që të jesh i guximshëm dhe i hapur ndaj ndryshimeve. Mos u trem nga sfidat, por përqafoj ato me besim. Sa i përket financave, është koha të bësh një planifikim të kujdesshëm për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Kujdesi për veten është sidomosdoshëm, ndaj gjej pak kohë për të qetësuar dhe për të medituar. Kjo do të ndihmojë për të rigjeneruar energjinë tënde pozitive. Peshqit, sot energjia do të ndihet e qetë dhe natyrale, sikur universi po ju përqafon me ngrohtësi. Një takim i papritur mund të ngjallë ndjenja të ëmbla, duke ju ftuar të ndiqni zemrën tuaj dhe të përqafoni çdo moment me intensitet. Në punë, kreativiteti juaj do të shkëlqejë, duke tërhequr vëmendjen e të tjerëve dhe duke ju sjellë mundësi të reja. Kini kujdes me shpenzimet, një planifikim i vogël do t'ju ndihmojë të mbani ekuilibrin financiar. Nëse ndjeni nevojën për qetësi, një shëtitje në natyrë mund të jetë çelësi për të rigjeneruar shpirtin tuaj. Përkushtojuni relaksimit dhe merrni kohë për të reflektuar mbi atë që vërtet dëshironi. Lejoni vetes të ëndërroni, por mos harroni t'i mbani këmbët në tokë.